me shpërkra edhe Ministrisë së Ekonomisë dhe ekipeve tjera që kanë punu në strategjinë e energjisë edhe në rrethanat të tjera të cilet janë konsideru. Përmend ky aspekt, mirë po mos të harrojmë që është më pak se një muaj ku ne më shkruajtëm një nga marrëveshjet më të rëndësishme që i bëri dhe Ministri Maqedonci, pra me Departamentin e Shtetit të Sigurisë, në kuadër të një prej marrëveshjeve të cilat konsiderohen të jashtëzakonisht të rëndësishme, mbrojtjes, në aspektin e çështjes së informacionit, sigurisë së informacioneve. Dhe mos të harrojmë që kjo është një marrëveshje që ata rrallë herë bëjnë me shtete, ku Kosova pra u gjenë në mesin e 33 shteteve të vetme që Shtetet e Bashkuara kanë pra një marrëveshje të tillë. Bashkëpunimi jonë ka qenë i shëndosh me një fokus më të madh në siguri, në aspektet të tjera të forcimit të ligjit dhe aspektet të tjera të cilat i ofrojnë një garanci Kosovës në fushat që janë strategjike sikur se ajo e energjisë. Kam përshtypjen që keni nevojë për një kryetar kuvendi se ende se kanë caktuar, si kanë prezantuar ende musafirët të tjerë, por me rregullat kuvendit do duhet t'ia fjalën Albanit Orlian për kontrareplik. Na kemi jam deputet dorën zemër, s'kam drejt, jem kryetari kuvendit, ama je gabim duke na prezantu si pozitë opozit. S'ka pozitë opozit aktualisht në nuk thash pozitë opozit. Jo, e thatë në hyrje edhe muaj tashënim. Sot në kuvendin e Kosovës nuk ka as pozit as opozit. Sepse po të kishte pozit, ne do t'i kishim institucionet. Sot në kuvendin e Kosovës ka grupe politike, grupe parlamentare, të cilat nuk janë as në pozit e as në opozit. Unë sot janë në përfaqësim të lidhës demokratike të Kosovës. LDK-s, po Kosova ka kryeministër aktualisht, Alban. Ka ndetyrë i cili vjen voton si deputet e mandej shkon bëhet edhe kryeministër në të njëjtën kohë edhe në mënyrë antikonstitucionale. Madje sot ka qenë shkup me presidentin Vučić me kryeministrin Ne nuk jam të dëshirën që të lejmë institucionet pa ka mundësinë e transformimit. Prej kryeministrit detyrë vjen bëhet deputet, voton, pastaj kthehet merr vendime prap në kryeministri. Nuk ka pa, kjo është një absurditet i papam. Mira, është ky problem, zona, është problem ky që Kosova nuk i ka konstituuar kuvendin në raportin shembull me Shtetet e Bashkuara kur duhen çka po me theksu, çka doshta me theksu është që kemi diferencat mëdha pra në çdo sferë. Kur thom diferencat mëdha në çdo sferë, kam fjalën me lëvizjen vetvendosje. Edhe në këtë rrafsh kemi diferencat mëdha. Përderisa ne kemi konsideruar që projekti i gasit në Kosovë është projekt strategjik / politik, lëvizja vetvendosje dhe qeveria e kalume e ka mat me terma financiare dhe me kosto sa kushton. Ne kemi menduar që pjesa e racionalitetit ekonomik dhe financiar vjen pas racionalitetit politik strategjik. Po flasim për një projekt $500 milion, për një projekt amerikan që e lidh Prishtinën me gasin amerikan në Greqi dhe që ka qenë projekt i prezentuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse MCC është agjenci shtetënore amerikane dhe refuzimi i atij projekti është fatal në shumë aspekte. E sot ne kemi problem me energji elektrike, jemi në krizë të jashtëzakonshme të energjisë elektrike, kurse gasifikimi kish mujt me ndodhur tash. Sepse refuzimi është bërë para 4 viteve. Qysh fillim të mandatit Kurti 2. Pra sot e kishim pas centralin me gaz, e ne flasim për energji tripërtishme të ardhmës. Zoga, ndoshta do bëj sepse kam përshtypjen që ka pezulluar